Ti nuk je thjesht një graphic designer, ti je një person që jep një shërbim, ti je një person që ndryshon markën nga një markë e mërzitshme te një markë cool, trendy, me mision të madh, me një markë që duket e shtrenjtë. Po njerëzit nuk e kuptojnë që logo apo brendi apo një broshur ka një ndryshim se si njerëzit e perceptojnë. Dhe nëse ti nuk e tregon me video dhe nuk e edukon audiencën se si audienca të kuptoj se çfarë logo i duhet, çfarë brendi, çfarë banneri, pse jo dhe postime në Instagram nëse është një nga shërbimet që ofron të krijosh postime, karusele, nuk do ta kuptoj që ju jeni ekspert në këtë fushë dhe nuk ka për t'ju parë juve si ekspert. Nëse ti poston 24 postime, thjesht foto të logove, mua nuk më jep asnjë gjë ndryshe se gjithë dizajnerat e tjerë që më bëjnë follow. Unë, kur e shikoj këtë faqe, nuk më tregon kush je ti, kush është misioni i faqes tënde, pse duhet bëjt follow, a ke talent, s'ka talent, sepse këto foto unë mendoj që ti thjesht e ke marrë nga Canva, i ke bërë copy. Kurse kur ti e tregon punën tënde, tregon pak këshilla, i jep arsye tim pse njerëzit duhet bëjnë rebrand çdo 5 vite, apo pse njerëzit duhet të zgjedhin këto ngjyra dhe jo këto ngjyra. Kur ti tregon ekspertizë, atëherë njerëzit do të shikojnë ty si ekspert dhe njerëzit do të referojnë biznes.